Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin në këtë orë të para të mëngjesit për të ndarë letrën e radhës. Sonte pranë jush do të vim me një letër që në fakt mua më ka tronditur. Kjo letër i dedikohet një njeriu të vdekur. Vëllau ja shkruan motrës së tij. E ka varrosur motrën me duart e veta. Por, çfarë ka kuptuar ky djalë pas vdekjes të së motrës për gruan e tij dhe për burrin e motrës? Dëgjoni në mënyrë të detajuar letrën edhe jepni mendimin tuaj. E dashura motra ime, kanë kaluar muaj që nga dita kur të mbulova me dhe. Por për mua, koha ka mbetur e ngrirë tek ai mëngjes i ftohtë kur të përcolla ty për herë të fundit. Ende më dridhen duart kur kujtoj momentin kur arkivoli yt zbriti ngadalë në varr. Dhe unë qëndroja aty, i pafuqishëm, duke e ditur se po humbisja njeriun që më kishte qëndruar pranë gjithë jetën time. Ti nuk ishe vetëm motra ime. Ti ishe shoqja ime e parë, mbrojtësja ime. Njeriu që më kuptonte pa folur. Kur ishim fëmijë më mbroje nga çdo problem. Kur qaja, ti më fshije lotët. Dhe kur rrëzohesha, ti më ngrije. Kur gabohesha, ti më falje. Por pastaj erdhi kanceri. Ai përbindës që ty të mori pak e nga pak. Në fillim menduam se do ta mposhnim. Ti buzëqeshje edhe kur vuaje. Na jepje kurajo neve. Ndërsa ishe ti ajo që luftonte çdo ditë me më të madhe dhimbje. Nuk do të haroj kur natën kur më more dorën edhe më the: "Vëlla, nëse unë iki, ti mos u thyej." Atëherë të qortova. Të thash se do të shëroheshe. Të thash se nuk do të lejoja të largohesha, por sot e kuptoj që ti e dije atë që ne nuk donim ta pranonim. Ditën e fundit kur i mbylle syt, mu duk sikur u shua gjysma e shpirtit tim. Në funeral erdhën shumë njerëz, të gjithë qanin, të gjithë flisnin për mirësinë tënde. Por askush nuk e dinte se çfarë stuhie do të shpërthente më pas në jetën time. Pas vdekjes tënde unë përpiqesha të qëndroja pranë kunatit. Mendoja se edhe ai po vuante si unë. Mendoja se humbja jote na kishte bashkuar në dhimbje. Sa gabim që isha? Një ditë krejt rastësisht, zbulova diçka që ma shkatërroi shpirtin për herë të dytë. Mora vesh se kunati im kishte patur një lidhje dashurie me gruan time. Në fillim nuk e besova. Mendova se ishte thashe them. Mendova se njerëzit flasin shumë kur shohin dikë të rrëzuar. Por faktet filluan të dilnin njëra pas tjetrës. Mesazhe, telefonata, takime të fsheta, gënjeshtra. Gjithçka më ra mbi kokë si një mal i tërë. Nuk munda që ta besoja. Ndërsa ti luftoje me vdekje në spital, dy njerëz që unë i besoja më shumë po më tradhtonin pas shpine.
Nuk më dhëmbi vetëm tradhtia, më dhëmbi fakti se kjo po ndodhte ndërsa ti ishe ende gjallë, ndërsa ti luteshe të jetoje, ndërsa unë shpenzoja ditë e net pranë shtratit tënd. Ndërsa familja jonë po coptohej nga dhimbja, ata po mendonin për veten. Shpesh rinatën zgjuar dhe pyes veten: a e dije ti? A e kishe kuptuar ti diçka? A e kishe parë tradhtin që nuk e pash unë? Dhe pastaj më kap një tmerr edhe më i madh. Po si kur ti të kishe vuajtur në heshtje? Po si kur të mos kishe folur që të mos më lëndoje? Këto pyetje më ndjekin çdo natë. Më zjojnë nga gjumi. Më marrin frymën. Nga njëherë shkoj të vari yte dhe flas me ty. Ulem pranë fotografisë tënde dhe të tregoj gjithçka. Të tregoj sa i zhgënjyer jam. Sa i plagosur jam. Sa bosh që ndjehem. Dhe sa shumë më mungon. Sepse si kur të ishe këtu do të më thoje çfarë të bëja. Do të më jepje forcën, do të më thoje të mos të urreja. Por nuk është e lehtë. Kam humbur motrën, kam humbur besimin. Kam humbur familjen që mendoja se e kisha. Njerëzit më thonë të vazhdoj përpara. Po si vazhdojt përpara kur çdo kujtim është plak? Si vazhdojt përpara kur njeriu që varose me duart e tua ishte personi vetëm që nuk të tradhtoi kurrë? Sot e kuptoj se vdekja nuk është gjithmonë dhimbja më e madhe. Ndonjëherë më e madhe është tradhtia e njerëzve që mbeten gjallë. Ti ke e pastër, ti ke me zemër të mirë. Ti ke pa i bërë keq askujt. Ndërsa ne që mbetëm këtu po jetojmë me pasojat e zgjedhjeve tona. Motra ime e dashur, nëse diku më dëgjon, dua të dish se nuk kalon asnjë ditë pa të kujtuar. Nuk kalon asnjë ditë pa më marrë malli për zërin tënd. Nuk kalon asnjë ditë pa dëshiruar edhe një bisedë të vetme me ty. Do të doja të të përqafoja edhe një herë. Do të doja të të thoja se sa shumë të dua. Do të doja të të falenderoja për gjithçka që bëre për mua. Por tani, më mbetet vetëm varyt, kujtimet e tua dhe lotët që nuk pushojnë. Pushoj qetë, motra ime. Edhe pse zemra ime është thyer 2 herë. Një herë nga vdekja jote dhe një herë nga tradhtia që zbulova më pas. Dashuria për ty nuk do të më vdes kurrë. Deri në frymën time të fundit do të jem vllau yt krenar. Dhe një ditë kur Zoti do të na bashkoj përsëri, shpresoj të të shoh buzëqeshjen që më mungon aq shumë. Me mall të pafund, vllau yt.